Mirë se erdhe në botën ku askush nuk është i pafajshëm. Sekrete shqiptare, vendi ku rrëfimet më të thella, më të ndaluara dhe më të pathëna të shqiptarëve marrin zë. Na bëni subscribe për histori të ndryshme. Jam rritur në Kukës, në një qytet ku gratë mësohen herët që të jenë të forta dhe të heshtura. Nuk flitet shumë për ndjenjat, aq më pak për gjërat intime. Martesa shihet si detyrë dhe jo si bisedë. Unë u rita duke besuar se kështu duhet funksionoj jeta. U martova në fund të 20-tave. Burri im ishte njëri i mirë, i qetë, punëtor. Familja ime ishte e kënaqur. Edhe unë mendoja se isha. Nuk kisha krahasime, nuk kisha pritshmëri të mëdha. Mendoja se dashuria ndërtohet me kohën. Por me kalimin e viteve kuptova se diçka mungonte. Nuk ishte vetëm çështja e afrimit fizik. Ishte mënyra se si ai nuk më shihte, nuk më dëgjonte kur përpiqesha të flisja për veten time. Çdo gjë ishte mekanike. E njëjta gjë për ditë pa ndjesi. Unë ndihesha më shumë si detyrë se sa si grua. E kam pyetur veten shumë herë nëse problemi jam unë. Ndoshta unë po kërkoj shumë. Ndoshta jam egoiste. Këto mendime më kanë mbajtur zgjuar netve, ndërsa ai flinte i qetë pranë meje, i bindur se gjithçka ishte në rregull. Kam provuar të flas, me kujdes dhe pa akuza. I kam thënë se kam nevojë për më shumë afërsi, për më shumë vëmendje, për të mos u ndjerë e padukshme. Ai më ka dëgjuar, por pa më kuptuar. Për të fakti që ishte pranë meje mjaftonte, por për mua nuk mjaftonte. Nuk është burr i keq dhe ndoshta kjo e bën edhe më të vështirë. Sepse si mund t'ia shpjegosh dikujt që po të lëndon pa e kuptuar? Si ti thuash që po jeton në një martesë ku je fizikisht e pranishme, por emocionalisht ndihesh vetëm? Në Kukës, gratë nuk flasin për këto gjëra. Nuk ka ku t'ankohesh, shpesh më kanë thënë, burri nuk është për qejf, është për shtëpi. Por unë jam më shumë se një shtëpi. Jam një njeri dhe dua të kënaqem. Sot jam ende në këtë martesë, jo sepse jam e kënaqur, por sepse ndihem në dilemë. Mes asaj që kam dhe asaj që nuk kam guxim të kërkoj. Mes frikës nga gjykimi dhe frikës nga një jetë e pashijuar. Nuk e di ende çfarë do të bëj. Di vetëm që heshtja po më kushton shumë. Dhe ndoshta një ditë do të kem forcën të mos jetoj më duke bindur veten se kjo mjafton. Jam rritur në Kukës, në një qytet ku gratë mësohen herët që të jenë të forta dhe të heshtura. Nuk flitet shumë për ndjenjat, aq më pak për gjërat intime. Martesa shihet si detyrë dhe jo si bisedë. Unë u rita duke besuar se kështu duhet funksionoj jeta. U martova në fund të 20-tave. Burri im ishte njëri i mirë, i qetë, punëtor. Familja ime ishte e kënaqur. Edhe unë mendoja se isha. Nuk kisha krahasime, nuk kisha pritshmëri të mëdha. Mendoja se dashuria ndërtohet me kohën. Por me kalimin e viteve kuptova se diçka mungonte. Nuk ishte vetëm çështja e afrimit fizik. Ishte mënyra se si ai nuk më shihte, nuk më dëgjonte kur përpiqesha të flisja për veten time. Çdo gjë ishte mekanike. E njëjta gjë për ditë pa ndjesi. Unë ndihesha më shumë si detyrë se sa si grua. E kam pyetur veten shumë herë nëse problemi jam unë. Ndoshta unë po kërkoj shumë. Ndoshta jam egoiste. Këto mendime më kanë mbajtur zgjuar netve, ndërsa ai flinte i qetë pranë meje, i bindur se gjithçka ishte në rregull. Kam provuar të flas, me kujdes dhe pa akuza. I kam thënë se kam nevojë për më shumë afërsi, për më shumë vëmendje, për të mos u ndjerë e padukshme. Ai më ka dëgjuar, por pa më kuptuar. Për të fakti që ishte pranë meje mjaftonte, por për mua nuk mjaftonte. Nuk është burr i keq dhe ndoshta kjo e bën edhe më të vështirë. Sepse si mund t'ia shpjegosh dikujt që po të lëndon pa e kuptuar? Si ti thuash që po jeton në një martesë ku je fizikisht e pranishme, por emocionalisht ndihesh vetëm? Në Kukës, gratë nuk flasin për këto gjëra. Nuk ka ku t'ankohesh, shpesh më kanë thënë, burri nuk është për qejf, është për shtëpi. Por unë jam më shumë se një shtëpi. Jam një njeri dhe dua të kënaqem. Sot jam ende në këtë martesë, jo sepse jam e kënaqur, por sepse ndihem në dilemë.
mes asaj që kam dhe asaj që nuk kam guxim të kërkoj, mes frikës nga gjykimi dhe frikës nga një jetë e pashijuar. Nuk e di ende çfarë do të bëj, di vetëm që heshtja po më kushton shumë, dhe ndoshta një ditë do të kem forcën të mos jetoj më duke bindur veten se kjo mjafton. Jam rritur në Kukës, në një qytet ku gratë mësohen herët që të jenë të forta dhe të heshtura. Nuk flitet shumë për ndjenjat, aq më pak për gjërat intime. Martesa shihet si detyrë dhe jo si bisedë. Unë u rita duke besuar se kështu duhet funksionoj jeta. U martova në fund të 20-tave. Burri im ishte njëri i mirë, i qetë, punëtor. Familja ime ishte e kënaqur. Edhe unë mendoja se isha. Nuk kisha krahasime, nuk kisha pritshmëri të mëdha. Mendoja se dashuria ndërtohet me kohën. Por me kalimin e viteve kuptova se diçka mungonte. Nuk ishte vetëm çështja e afrimit fizik. Ishte mënyra se si ai nuk më shihte, nuk më dëgjonte kur përpiqesha të flisja për veten time. Çdo gjë ishte mekanike. E njëjta gjë për ditë pa ndjesi. Unë ndihesha më shumë si detyrë se sa si grua. E kam pyetur veten shumë herë nëse problemi jam unë. Ndoshta unë po kërkoj shumë. Ndoshta jam egoiste. Këto mendime më kanë mbajtur zgjuar netve, ndërsa ai flinte i qetë pranë meje, i bindur se gjithçka ishte në rregull. Kam provuar të flas, me kujdes dhe pa akuza. I kam thënë se kam nevojë për më shumë afërsi, për më shumë vëmendje, për të mos u ndjerë e padukshme. Ai më ka dëgjuar, por pa më kuptuar. Për të, fakti që ishte pranë meje mjaftonte, por për mua nuk mjaftonte. Nuk është burr i keq dhe ndoshta kjo e bën edhe më të vështirë. Sepse si mund t'ia shpjegosh dikujt që po të lëndon pa e kuptuar? Si ti thuash që po jeton në një martesë ku je fizikisht e pranishme, por emocionalisht ndihesh vetëm? Në Kukës, gratë nuk flasin për këto gjëra. Nuk ka ku t'ankohesh, shpesh më kanë thënë, burri nuk është për qejf, është për shtëpi. Por unë jam më shumë se një shtëpi. Jam një njeri dhe dua të kënaqem. Sot jam ende në këtë martesë, jo sepse jam e kënaqur, por sepse ndihem në dilemë. Mes asaj që kam dhe asaj që nuk kam guxim të kërkoj, mes frikës nga gjykimi dhe frikës nga një jetë e pashijuar. Nuk e di ende çfarë do të bëj, di vetëm që heshtja po më kushton shumë, dhe ndoshta një ditë do të kem forcën të mos jetoj më duke bindur veten se kjo mjafton. Jam rritur në Kukës, në një qytet ku gratë mësohen herët që të jenë të forta dhe të heshtura. Nuk flitet shumë për ndjenjat, aq më pak për gjërat intime. Martesa shihet si detyrë dhe jo si bisedë. Unë u rita duke besuar se kështu duhet funksionoj jeta. U martova në fund të 20-tave.